Më 8 nëntor në orën 11 në selinë e Fatës në Bronx do të prezantohet libri The Strongest Link, hallka më e fortë nga Ana Di Lelio dhe Karantina Kraja. Ngjarja do të përfshijë diskutimin e autorëve për përmbajtjen dhe rëndësinë e librit në kujtesën historike të Kosovës, si dhe një sesion pyetje-përgjigje me nënshkrime libresh. Libri trajton një temë të thellë historike, dhunën seksuale gjatë luftës Kosovës, përdorur nga shteti jugosllav si armë lufte kundër grave shqiptare. Ai sjell rrëfimet e 20 grave që guxuan të thyen heshtjen, duke ndarë përvojat e tyre me forcë dhe dinjitet si dëshmi të qendresës dhe shpresës njerëzore. Doktoresh Ana Di Lelio, studiuese dhe profesoresh në Universitetin Columbia, është autore disa veprave mbi historinë e Kosovës dhe bashkëthemeluese e nismës së historisë gojore të Kosovës. Karantina Kraja, gazetare dhe këshilltare e presidentës së Kosovës, ka mbi 20 vjet përvojë në raportim, hulumtim dhe analizë politike me arsimin në Yale University. Ky libër dhe prezantimi i tij në New York janë nderim për gratë e Kosovës, përmes guximit të tyre kanë kthyer dhimbjen në forcë dhe kanë ndihmuar të ruhet dhe të thuhet e vërteta historike e luftës.